Ish kreu i shërbimit informativ shtetëror Fatos Klosi ka zbuluar detaje të reja rreth kryengritjes armatosur të 14 shtatorit 1998, duke e cilësuar atë si një ngjarje të planifikuar prej kohësh nga Sali Berisha dhe jo si një reagim spontan ndaj vrasjes së Azem Hajdari. Në një intervistë për Repolitic në Report TV, Klosi deklaroi se përgatitjet për grushtin e shtetit kishin nisur përpara 12 shtatorit, me një grup prej rreth 3000 personash të organizuar për të marrë institucionet kryesore të vendi. Sipas tij, ngjarjet në Shkodër, ku ishin sulmuar disa institucione dhe ishin liruar të burgosur, ishin pjesë të njëjtit plan. Klosi theksoi se pas vrasjes së Hajdarit, përgatitjet u përshpejtuan dhe u shfrytëzua varrimi i tij për të sjellë njerëz të armatosur në Tiranë. Nuk ishte rastësi që në varrim erdhën persona të armatosur me antitank. Ata arritën të merrnin përkohësisht kontrollin e kryeministrisë, RTSH dhe kuvendit, u shpreh ai. Klosi shtoi se 3 furgon të mbushur me armë, përfshirë edhe antitanke, ishin sjellë në Tiranë për këtë qëllim. Ai pohoi se Shish kishte informacion për përgatitjet, por nuk ishte në detyrën e tij të pengonte veprimet e Partisë Demokratike, ndërsa qeveria ishte paralajmëruar për rrezikun. Pas orësh të tensionuara, PD u tërhoq nën presionin e partnerëve ndërkombëtar. Policia ishte tërhequr, situata ishte shumë e rëndë. Vetëm faktori i jashtëm e ndaloi përshkallëzimin, përfundoi Klosi, duke e cilësuar 14 shtatorin si një nga momentet më të rrezikshme për shtetin shqiptar pas viteve 90.